Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Ndryshe nga ata që flasin dhe ankohen dhe komentojnë vazhdimisht për qytetin, këta bëjnë për të. Në Shqipëri me jemi të mbushur në fakt Mateo me njerëz që komentojnë vazhdimisht gjëra dhe nuk jemi të mbushur me njerëz që praktikisht bëjnë gjëra. Një nga pjesët më të rëndësishme të funksionimit të një qendre urbane është sigurisht pastërtia dhe ka qenë një problematikë që na ka ndjekur si qytet urban, jo vetëm Tiranën, por shumë qytete tjera nëpër Shqipëri për vite e vite me radhë. Sigurisht Tirana ka një përmirësim, të paktën në eksperiencën time, unë banoj këtu që në vitin 2006 dhe duhet ta them me plot gojë që në periudhën sidomos menaxhimit të qytetit nga Erion Veliaj ka pasur përmirësim. Dhe ky përmirësim është rezultat sigurisht i politikave të një lideri të një bashkie, por patjetër edhe kontribut i disa njerëzve që nuk dalin nëpër ekrane, nuk janë të zhurmshëm, nuk jau njeh fytyrat dhe nuk jau dëgjon opinionet, por bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Dy njerëz tillë kemi sot në studio, Klodian Krujën dhe Shaqir Kurti, cilët vinë nga Eko Tirana, kompani pastrimi në qytetin e Tiranës. Ne ju falenderojmë shumë, mirëmëngjes, mirë se erdhët të dy. Kënaqësi e madhe që jeni me ne këtu dhe na vjen shumë mirë që gjetëm mundësinë që t'i njohim këta personazhe, këta aktor dhe të dëgjojmë edhe një herë dhe ta shohim një herë botën dhe qytetin e Tiranës nga këndvështrimi i tyre. Mateo mund ta nisësh direkt. Si nis dita juaj? Vdes për këtë pyetje. Patjetër. Kur e nisni ju? Ne si orare kemi 6 në mëngjesit deri në orën 13. Në orën 1. Merrni punën në orën 6 mëngjesit. Po. Okej. E lëm në orën 1, në orën 13. Do të thënë turnet janë 7 orashe i bie. 7 orashe. A është punë e lodhshme? Është fizikisht? E lodhshme fizikisht është. Po kemi edhe turistinë e qytetarëve. Po. Në çfarë kuptimi keni turistinë e qytetarëve? Turistia është të të ofendimet. A ka ofendim, ë? Ka një ngjarje ose ka diçka që mund ta tregojmë? Tash për shembull, kur marr fshesën. Po. Që me fjalë që do pastroj me një X lokal. Ai thot nëse më lejohet me thonë fjalë të pista, fjalë të pista. Jo. S'është fjalë e pistë, po s'është fjalë e pistë, do ta thuash sigurisht. Jo. Ai thot i kërë jep thot tani thot. Ofendon në këtë formë, po fatkeqësisht. Fatkeqësisht ka akoma racizëm. Racizëm. Mos ani nga shajnë nga familja. Po themi pronar lokalesh. Edhe qytetarë që duke pi kafe për shembull. Tash unë atë punë. Çfarë mund të, do të thënë, nuk ka gjë më të vështirë mendoj dhe më imorale se sa të paragjykosh, ofendosh dhe emërtosh me lloj-lloj epitetesh, sidomos një komunitet që nuk e di, do të thënë duhet të gjejmë një zgjidhje në shqiptarët. A janë punëtor apo janë tembel këta komuniteti romëve tani? Se kur punojnë i shajnë, kur s'punojnë i shajnë, do të thënë çfarë duhet të bëjnë këta njerëz të shkret? Po e para skepse të bësh një koment për një person që po nga do që të jetë po bën një gjë të mirë, e ke parasysh? Do të thënë po të pastron ty. Fund ditës është duke pastruar një pjesë të rrugës që nuk e pastron askush. Na ka lënë traumën e sistemi komunist, mendoj se ne nuk e kuptojmë që të kesh një pronë private të mirë, duhet të kesh një pronë publike, do të thënë e përbashkëta duhet të jetë mirë që të funksionojë dhe privatja. E tmerrshme. Do të thënë paragjykimi racial është i racës vazhdimisht, nuk kalohet. Edhe pse ti çohesh më saktë çoheni çdo ditë në orën 6 mëngjesit dhe bëni një punë të ndeshme që është shumë e vështirë. Qysh në orën 5 në orën për shtëpi. Në orën 6 do të marr punën. Si gjeni Tiranën në mëngjes? Tirana si të shohësh me fjalë me sektore. Po. Unë jam turni i parë. Po. O turni i dytë, turni i tretë. Tash po punoj turni zinxhiri. Tani këto kompanit janë si është ndar, është përgjegjësi e shtetit apo janë shtet dhe private? Tash edhe shtet edhe privat. A janë të ndara? Të ndara. 49 i ka privati? Privati, 51 ka me fjalë bashkia jo. Okej. Klodian, të pyes, ju ka ndonjë zonë që e emërtoni si më të vështirë, është ndonjë zonë që është më e mirë për pastrimin, si është situata në Tiranë? Ka. Si ndajnë? Pra, ka ditë për shembull që ka
zonat pastra, ka ditë që I gjejmë pis. Zona më e pisët, që mund ta them kështu një fjalë, është kryesisht rruga e Librit, që lidhet deri tek sheshi Wilson. Libri universitar deri te Wilson, Po. ajo është me pisa? Po, sepse ndoshta them unë që edhe po bëhen disa punime, por ka zona pastaj që janë edhe të pastra, si zona e bllokut, sepse janë punëtor me fjalë Okay. zinxhir dhe ka dhe më shumë me fjalë, sepse normale frekuentohet edhe më shumë nga E pra nata. ka më shumë lëvizje. Po, edhe ka me fjalë zëna, po ka edhe ditë me fjalë që asin pengesa, siç tha dhe kolegu. Pra një ditë bukur unë po rria, më erdhi inspektori në zonë edhe po më shpjegonte me fjalë se çfarë duhet bëhet dhe ku duhet shkoja. Dhe nga një pallat 4 kaç, një qese me mbeturina, mbje mu ke komët. A e hedhi nga kati Po. katërt. Dhe Ja, po ngre- nuk e hodhi kudo, hodhi se pa punëtorin. Jo. jo. Pra e ullin, pra banorët duhet ta nisin Po. si ta shpjegoj, Se ka pastërtin, akoma, respektin, ka akoma edukatën. njerëz që jedhin po. Patjetër. Po. Keni konstatuar se unë mendova se ishte fenomen që nuk Por ndodhte. jo, patjetri, më fal Klodi, tjetri ka ngur me fjalë, është me fjalë kabanozin kapten. Ju ka ça kaptena. Po, Punëtori. po. Apo një qytetar I thjesht. Ju për shembull e keni udhur. Po, jo punëtori e ka ngërë në kokë. Po. punëtor. Po mbase ka tani e hedhin punëtorit kanë përshtypjen. Shikoni meqense po vjen ai punëtori hedh. Por ç'a bëhet kështu më? Akoma ka Por ç'a bëhet kështu? Pra, Unë mendova se kishte mbaruar ky muhabet. edukata, Po. edukata, pastërtia nis nga familja, nga shtëpia. Pra, duhet ndërgjegjësohen qytetarët një herë në shtëpitë vet. Ku duhet I ullin plerat? Në shtëpi. Pastaj ti nxjerrin në rrugë. Sepse ka vene të caktuara, më fal. Ka vene të caktuara, sepse duhet ta them kët që ta dëgjojnë edhe e ke parasysh se e kemi neve një shqetësim shumë të madh. Pra, duhet dinë se ku ti hullin, sa I çfarë bën. Nga makina e hull atë qesën. Edhe I bie në tokë ose I lejnë thesat e këtyre lokaleve. I lejnë në rrugë. Kalojnë këto që mbledhin kanaçe gjona, edhe I çajnë qeset. Ndërkohë që nuk është një, po janë 10. Kur ai I çan ato edhe duket keq aty dhe të dielën, që I iku, më mori inspektori në telefon dhe më tha është shumë keq zona. Më thash sa e bëra. Shko tha shive, kur e shofun, I kishin nxjerr ato të lokalit, unë marr faturën, I bëj foto dhe ja çoj inspektorit. Pra që sa u hull. Po. Prandaj them që kjo duhet ngrehet një si tip çështje nga ana ime, më falni nëse jam. Spak, shumë. Pra, kjo duhet ngrehet një si tip çështje që të fillojmë me një fjalë të bashkëpunojmë. Si nga qytetarët, si dhe nga punëtorët. Se ne kemi inspektora të mrekullueshëm që neve na përkrajnë me fjalë. E ke parasysh që na informojnë. Shko këtu, shko atje, shko këtu. Dikush do thoshte Klot që për shkak edhe të popullimit të madh të Tiranës, janë shumë banor, disa thonë që shiko nuk ka dhe kosha aq shpesh sa duhet. Unë nuk e besoj këtë. Në fakt koshat janë shumë shpesh tani. Jo, janë. Unë për mendimin im personal them që ka kosha, vetëm të përtosh shtitëm, vetëm ta sillim koshin poshtë balkonit. Megjithatë, ndonjëherë mund të ndodhë që unë si qytetar e kam hasur si eksperiencë që koshat janë mbushur, pra nuk ka më hapësirë. Dhe mbase mund të them që mund të dëgjohet si justifikim që hidhen jashtë për shkak se nuk ka më hapësirë në kosha. Sa e vërtetë është kjo? Ndodh shpesh për shkakun që për shkak mbi ngarkese të detyrojnë qytetarët që t'i hedhin jashtë? Po I hedhin edhe jashtë për arsye sepse nuk mund të fusësh një qese të madhe të lokaleve, e supozojmë, në një kosh të vogël që ajo është bërë për facoleta, për diçka I shishe ujit. E kupton? Jo nuk po flas për kazanet e mëdhenj. I lejnë poshtë. Unë po flisja për kazanet në fakt. Ndërsa, Jo për kazanet, jo për koshat e vegjël, jo. Ato merren 3 herë në ditë që s'ka shanse me fjalë qitrin plot, jo, s'ka shanse. Pavarësisht se ka nga ato dhe njerëzit që s'kan takat, s'kan fuqi me ngrej qeset. Nuk do për shembull, pa me se I bëhen durët pis, tash ti I kapen mbeturinën. Qesen. E kapen me dorë. E zbritën nga shtëpia. Po. Tash, na rënë çik dorën se 2 kg gjoll është ajo. Se nuk e hungur 100 kg ti edhe po me dorë. Qartë. Ore, ka rregulla për këto, domethënë shpesh kam dëgjuar që disa lloj mbetje, se ne këtu nuk është se I ndajmë mbetjet të tipit ku dëgjon divane ose gjëra, nuk lejohen apo jo që Jo lejohen. Që
Që ti dhe mbrënda? Të hidhen Jo. Nga zani, jo. E pra, si funksionon pra? Si është Do- kjo? do- Dikush që po rregullon shtëpinë, janë inerta. Inertet nuk është u lejoni. Nuk lejon. Banori vetë që i bën punime, Po. duhet marri vetë një mjet, Ka ndonjë mundësi? diçka, edhe ti çoj në vendet e E pra, se ndoshta nuk e kanë këtë lloj informacion. E kanë. Ja kanë more. Si E funksionon? kanë sepse kur i lejnë afër Po. pikave, të Po. plerave, kanë frikë, edhe i lejnë dhe ikin. E kuptoj se vjen bashkia dhe i vjen gjop. Pra nuk lejohet. merr gjop. Kto e din po. këtë gjë, pavarësisht se nuk e funksionon, nuk e zbatojnë. Dhe si është rregulli tani këto duhen marr. Kto duhen edhe ku duhen lënë me çuar? një vend të caktuar poshtë pallatit poshtë pallatit ose poshtë shtëpisë ku e ke, edhe vjen një Do e marrësh makinë, ti, ka mundësi. banori vetë që ka bërë Po. punime i merr dhe i çon sharr. Pra, do t'i çojnë sharr. Po, patjetër ka vende të me fjalë kështu. Okej. Ndërsa Do paguaj. kur ne kur i gjejmë për shembull, që nuk e dim për shembull kush i ka udh, marrim inspektorët, lajmërojnë Po. me kamionçinat tonë dhe i çojnë i udhin vetë në sharr. Okej. A ja dile të jetohet me pagat tuaja, është një jetë që mund të përballohet apo është një profesion që Tashi nuk apo vështirë si është ta them, është e vështirë, vështirë për është, arsye sepse kemi dhe njerëz të murë në shtëpi. Kemi dhe dhe gjona tjera me fjalë, jo Gjëra Fëmit. familjare. Po sigurisht, Po, sigurisht. Përgjegjësi Prandaj që- pafund. nuk prap jemi të kënaq, nuk jemi për shkakun se jemi Janë po, pse përmirësuar, kështu, domethënë? Po, Janë përmirësuar pagat. shumë. A kjo është lajm i mirë, po Po, themi. Jo, që- jo. Kur kemi filluar, Mirë. fillim ishin pagat shumë të ulta normale, si mas 22.000 lekë. 22.000 lekë të reja. Të reja. Kur e keni filluar para 10 vitesh. Po. Tani besoj duhet të jenë dyfishuar. Tashi Po. 500 me fjalë 500.000 lekë. 500, okay. Ça do ishte diçka, domethënë që mund të bëje dhe mund të përmirësonte punën tuaj, mund të lehtësonte punën tuaj. Ç'a është diçka që bashkëpunimi, mund Ja pra ti hedhin brenda në kazan. Bashkëpunim. Jo, Po, po para. kushte pune, jo, domethënë në Për aspektin tese. e punëdhënësit. Jo, nuk kemi ankesa me Dëgjon, punën. mjete më të mira apo ku dëgjon? Janë mjetet e punit. Çdo gjë është në E rregull. punit, teknologjia e punit. Çdo gjë është në është rregull. një kompani që është një nga më të Okej. mëdha te Eko Tiranës. Absolutisht. Edhe na vjen mirë në fakt që i shpërblen mirë dhe si dhe të mirë, me sa po kuptoj edhe oraret nuk janë të zgjatura, etj me radhë. A është më e vështirë periudha e verës që fillon dhe turizmi, është keni turne më të zgjatura? Jo, si orar jo. Jo, një lloj, ë? Një. Po është më e vështirë në Po tashi apo vera është se në fakt edhe largohen nga Tirana. shumë? tashi më e vështira është vjeshta. 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 Rikthimi që vin të gjithë? Jo, sepse fillojnë gjethet e bin. Okay, shef, këndvështrimi që. Po besoj Bllokohen pusetat, jo bllokohet trotuari. Një- Edhe Mjetet prandaj janë. thonë këto që mbyt. Po pse mbyllen? Se nga që bllokojnë hedhin kështu. Sepse Po, qese. gjeteve. Pse këto Hedhin. pusetat zakonisht bllokohen nga qeset? Po. Po hedhin qesë Sepse- shishe. Një letër që ti e hap për shembull me fjalë një molto ose me fjalë një byrek. Po. Nuk Shkon je puse? nuk je i vetëdijshëm. Është e ulët e rruga. E qartë. Okej. E tash edhe mund bie edhe mrena. Mrena aty te puseta. E qartë. Ju keni jeni marrë vetëm me këto kazanet apo keni qenë tek pastrimi? Pastrimi. Tek pastrimi. Pastrimi. Okej. Tek pastrimi. A mendoni se jemi akoma një të paktën se ju besoj keni parë edhe të huajt se si sillen, edhe shqiptarët se si sillen. A mendoni se shkaku kryesor i papastërtive në rrugë janë kryesisht sjellja që kanë shqiptarët apo është thjesht Shqiptare. është sjellja jonë, ë? Shqiptare. Se ju e ka atë edukatën si që sa shoku. E ka edukatën. E ka pitu qysh ka ore. Po. Neve Ka s'kemi, huaj më ndryshojnë, fal, ë? neve s'kemi dëgju për shembull, me qenë se i dolëm këtë hujt. Ne s'kemi dëgju për shembull një i huaj për shembull që të na ofendoj ose të na shohim me një lloj syni. E kuptova me fjalë që Për buzje po them. bravo. Do të shpesh kjo çështja ofendive? neve na ka ndodhur Ndodh. jo shpesh, por çik si shumë shpesh. E kuptoj? Pra, sa herë që do asim diku për shembull Po. që do ose edhe në për kështu që hyn në për institucion ose në një lokal ose me një për të blet diçka, e kuptoj? Na shohin me këtë lloj sy, pavarësisht se nuk i paragjykojmë dot se Jo.
nuk është çështje me paragjykimi, domethënë. Pra ato na paragjykojnë, neve po, nuk po, mund të paragjykojnë. nuk po e themi fjalë gjyk për ti paragjyk, pavarësisht se hasim edhe me ofendime siç tha dhe kolegu. Pra kemi pas raste për shembull që neve na është thënë nga inspektorët do shkoni filan vend dhe do pastroni filan vend. Kemi filluar me Terezi, me avashin mos bëjmë dhe plur, normale, se nuk shkojmë aty tash të ngrej plurin. Se normale, se ai po pi kafe me familje. Pra me Terezi, me kujdes kështu. Duan të kapen për shkak të ndoshta Ngjyrës. Po. Ça keni gjetë ndonjëherë për shembull ndonjë kush është gjëja më me vlerë që keni gjetë ndonjëherë në rrugë? sende. Po ku ka gjëra më Mateo, ku ka Sende. gjëra? Po i gjete sot një shuqindark. Është turni i natës që Nuk bëhet llaf për letër. Kush është turni më i mirë që domethënë që lodhet më pak, është më i privilegjuar? I pari dy E njëjta, një lloj vështirësie. e njëjta procesus. E nëse Senata është më e vështirë se është Se nata ka atë me fjalë gjumin. Po. Gjumin me fjalë pa gjumsin. Atë ka. Jo vetëm aq, është dhe rrezikshmëri më e lartë kështu më radh. Apo thuaj kush ngacmon Tirani, jeni sigurt. Nëse nuk është. Është i vjen një që është Më i tepër pirë, ç'është i i pirë për shembull. Është i pirë edhe të merr përpara. Po sigurisht është rrezikshmëri, po jo vetëm të merr me makinë, po mund të jetë ka pirë, flet, bën, domethënë nata është gjithmonë më Është më e vështirë, është më e vështirë. Më e vështirë dhe më e rrezikshme. Okej, për ta përmbyllur, kemi ndonjë mesazh që mund ta japim para se të largohemi? Mesazhi jo kjo që sa edhe shoku. Po. Me fjalë gjithse kushi të bëj atë me fjalë detyrën e vet. Të nisim të E sjellja bashkëpunojmë si një familje, pra edukata nga familja. Mundësia thosh për shembull rrogat me Jo, me rrogat jemi rrogat jemi mirë më. Okej, mirë. Po tani se jam çuar ti rrogën. Unë me Rudi një herë në javë kërkojmë rriti rrogë. Po neve sta ecën, ne bëjmë kot. Po edhe neve i bie me bokot. Po e kot. Ma mirë lejm fare. Ja. O do ta peshko të lefar se ai pronari e diore ku e ka hapin dhe ai, kupton. Jemi shumë. Mirë, shiko, ne e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë. Ju vlerësojmë jashtëzakonisht shumë, jo vetëm ju dyve, po të gjithë ata që i përkasin kujdo komuniteti që mundohen që paranë e tyre ta nxjerrin me djersën e ballit. Faleminderit. Ju komplimentojmë për faktin që jeni një pjesë e domosdoshme dhe mbase pjesa më e rëndësishme e funksionimit të një qyteti. Dhe ju falenderojmë për punën e palotshme, ju na e bëni jetën më të mirë dhe uroj që dhe njerëzit reflektojnë t'ja bëjnë dhe ju edhe juve jetën pak më të mirë, se realisht paktën e minimumi që do duhet t'ju jepet këtyre njerëzve është vlerësimi. Patjetër. Edhe më vjen shumë keq realisht që ka akoma njerëz që nuk e kuptojnë që nuk ka asgjë më të fisme dhe fisnikëria nuk qëndron as tek ngjyra, as tek origjina. Fisnikëria qëndron tek karakteri dhe tek edukata që ka secili prej nesh dhe nuk ka ata janë për të paragjykuar, ata janë për të kritikuar, ata janë për të usharë në fakt që sillen në të tillë mënyrë. Ne ju falenderojmë shumë dhe ju urojmë shumë sukses në punën tuaj. Faleminderit.